Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, shpesh herë ne kërkojmë të dimë se kush është qetësia e zemrës tonë apo kur do ta arrijmë atë. Në fakt e kërkojmë në vendet e gabuara, duke përfshirë edhe veten time. Ai që është në shtëpi me qira mendon se po të dalë në shtëpinë time do të arrijë atë qetësinë e zemrës, pra ja arrin qëllimit. I sëmuri mendon se pasi të shërohet do arrijë qetësinë e zemrës. I varfri mendon se nëse pasurohet do të arrijë qetësinë e zemrës. Beqari mendon se do të arrijë qetësinë e zemrës në momentin që martohet dhe ja arrin qëllimit. Në fakt, nëse dëgjojmë fjalën e Allahut të madhëruar, nuk është asnjëra prej këtyre. Këto mund të jenë destinacione, mund të jenë pika të plotësimit të kësaj kënaqësie të zemrës, qetësisë së saj, por qetësia e vërtet kush është? Qetësia e vërtet është, siç thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famulart. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, qetësia e zemrës arrihet vetëm me të përmendurit e Allahut. Pra duke e falendëruar atë, duke i kërkuar falja atij, duke i kërkuar udhëzim atij, duke i kërkuar të mira për këtë botë, për botën tjetër. Prandaj nëse duam të arrijmë qetësinë e zemrës tonë, le të kemi zemrën të lidhur me Allahun në çdo moment. Siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, elhamdulillahi ala kulli halin, të jemi falendërues në çdo gjendje, atëherë kur jemi mirë dhe atëherë kur jemi keq, atëherë kur kemi nevojë dhe atëherë kur s'kemi nevojë. Prandaj lut Allahun e madhëruar që na jap qetësinë e zemrës tona.